Në thertoren e Gostivarit mbrëm filloi përgatitja për eksport të qingjave nga Maqedonia dhe të njëjtit do të shkojnë në 2 vende evropiane, Itali dhe Kroaci. Qingjat arritën vonë ndërsa janë blerë në rajonin e Pollogut dhe menjëherë filloi përgatitja e tyre për eksport. Me një mënyrë të njohur tani për përgatitjen e qingjit, rreth 50 të punësuar në thertoren Gornji Pollog, gjatë natës kanë përgatitur rreth 6.000 qingja. Drejtori i kësaj thertore, Ruse Stefanovski, thotë se për skaj plasmanit të siguruar, fatkeqësisht mungojnë qingjat. Gornji Pollog në sektor pothuajse. Jo vetëm tani, Gornji Pollog ka qenë gjithmonë i përgatitur. Në bashkëpunim me Bujqi dhe gjithë qengjët që gjenden në Maqedoninë Perëndimore, si në Kërçov, Ohër, Gostivar, Tetov, ne gjithmonë kemi qenë të përgatitur që tërësisht të përpunojmë. Në krahasim me vitin e kaluar, këtë vit deri diku jemi të kënaqur. Diku do eksportojmë 50 në 6.000 qingja dhe kryesisht do shkojmë për tregun italian dhe atë kroat. Problem tjetër është edhe çmimi i blerjes. Për momentin çmimi i blerës është 150 denar për 1 kilogram të peshës së gjallë, por pronarët e qingjave presin çmim më të lartë, duke i ditur se kompania ka nevojë për qingja dhe eksporti patjetër duhet të përfundojë në kohë. Vitin e kaluar nga thertoria Gornji Pollog në Gostivar janë eksportuar gjithsej 50.000 qingja, ku i njëjti numër pritet të eksportohet edhe këtë vit.